Parashikimi ditor 13 dhjetor. Energjia që zbulon të vërteta të reja. Dita e 13 dhjetorit sjell një energji që kërkon qartësi, sinqeritet dhe vendime të menduara mirë. Është një ditë ku disa të vërteta dalin në sipërfaqe dhe situatat që kanë qenë të mjegullta marrin formë të qartë. Energjia e sotme ndihmon në zgjidhjen e dilemave dhe hap një rrugë më të pastër drejt qëllimeve personale. Disa shenja mund të marrin lajme të papritura, të tjerat mund të ndjejnë nevojën për të folur hapur ose për të mbyllur një kapitull që ka kohë që është shtrirë. Sot universi të udhëzon të besosh në intuitën tënde dhe të veprosh me vendosmëri. Dashi, dita e sotme sjell qartësi dhe energji të reja në projekte që ke pasur pezull. Në punë mund të marrësh një vendim të rëndësishëm që të çon drejt drejtimit të duhur. Në dashuri, komunikimi forcohet dhe hap rrugë për afrime emocionale. Nëse ka pasur tension, sot mund të sheshohet. Financiarisht, dita është e qëndrueshme, por kërkon kujdes me shpenzimet e parashikuara. Energjikisht, je më i motivuar dhe gati të përballesh me sfidat pa hezitim. Kjo ditë të shtyn të përfundosh detyrat që ke lënë për gjysmë dhe të marrësh hapin që ke menduar prej kohësh. Sot vendimet janë të forta dhe ndikojnë ndjeshëm në të ardhmen tënde. Demi, qetësia e kësaj dite të ndihmon të shohësh më qartë disa situata që kanë qenë të ngarkuara emocionalisht. Në punë, dita është produktive dhe mund të marrësh mbështetje nga dikush që vlerëson përpjekjet e tua. Në dashuri, energjia është e ngrohtë dhe krijon afrime natyrale. Nëse ka pasur distancë, sot ajo zvogëlohet. Financiarisht, dita është e mirë për planifikime dhe rregullim të detajeve. Energjikisht, ndihesh më i sigurt dhe më i qetë. Kjo ditë të fton të mos e ngarkosh mendjen me situata të panevojshme, por të fokusohesh në atë që të sjellë stabilitet dhe ekuilibër. Binjakët, dita sjell energji dinamike dhe dëshirë për lëvizje. Në punë mund të marrësh një informacion që t'i hap një mundësi të re. Komunikimi është i favorshëm dhe sot mund të fitosh avantazhe përmes fjalës së drejtë. Në dashuri, dita sjell afrime të papritura dhe sinqeritet. Nëse ka pasur keqkuptime, mund të rregullohen përmes një bisede të qetë. Financiarisht, dita është pozitive dhe e mirë për vendime të vogla. Energjikisht, je më i hapur ndaj ideve të reja dhe ndryshimeve. Sot është moment ideal për të nisur diçka që kërkon kreativitet dhe fleksibilitet. Gaforia. Energjia e kësaj dite të udhëheq drejt qetësisë dhe reflektimit. Në punë mund të marrësh një përgjigje që të stabilizon emocionalisht. Në dashuri, dita sjell butësi dhe afrime të sinqerta. Nëse ka pasur distancë, sot mund të zbutet ndjeshëm. Financiarisht, dita është e favorshme për planifikim dhe shmangje të shpenzimeve të kota. Energjikisht, je më i balancuar dhe i lidhur me ndjenjat e tua. Kjo ditë të fton të dëgjosh intuitën dhe të shmangësh presionin e panevojshëm. Sot mund të qartësohet një çështje familjare ose personale që të ka rënduar. Luani, sot ndriçon në çdo hap që bën dhe energjia e re të hap dyrë në punë dhe marrëdhënie. Mund të marrësh një ofertë, kompliment ose vlerësim që ngrit moralin. Në dashuri, dita sjell pasion, afërsi dhe sinqeritet. Nëse je beqar, dikush mund të shfaqë interes të fortë. Financiarisht, dita është pozitive, por e favorshme për zgjedhje të menduara mirë. Energjikisht, ke forcë dhe vetbesim që të shtyn përpara. Sot është momenti ideal për të shfaqur talentin, për të marrë një rol të ri ose për të shprehur hapur atë që dëshiron. Virgjëresha, dita sjell fokus, rend dhe saktësi. Në punë mund të arrish përfundime të rëndësishme fal kujdesit tënd në detaje. Në dashuri, dita favorizon sinqeritetin dhe qartësinë. Mund të zbulohet diçka që të qetëson ose të afron. Financiarisht, dita është e mirë për organizim dhe heqje shpenzimesh të panevojshme. Energjikisht, je më analitik dhe më i qetë.
Sot është ditë e shkëlqyer për të bërë plane, për të vënë rregull dhe për të vendosur prioritete. Energjia të fton të ecësh me hapa të qëndrueshëm dhe të mos nxitohesh. Peshorja. Harmonia e kësaj dite të jep forcë të përballesh me çështjet e hapura. Në punë, bashkëpunimet funksionojnë mirë dhe mund të marrësh mbështetje që nuk e prisje. Në dashuri, dita sjell qartësi, sinqeritet dhe afrime të ngrohta. Mund të kuptosh një ndjenjë që ke shmangur. Financiarisht, dita është e qëndrueshme dhe e mirë për vendime të kujdesshme. Energjikisht, ke nevojë për qetësi dhe universi ta sjell në mënyrën më të butë. Sot mund të marrësh një përgjigje që të rikthen balancën. Akrepi. Intuita jote është jashtëzakonisht e fortë sot. Në punë mund të zbulohet një informacion që të jep avantazh ose të ndihmon të marrësh vendimin e duhur. Në dashuri, dita sjell thellim emocional dhe ndjeshmëri të lartë. Mund të afroheni ose të kuptoni qartë drejtimin e marrëdhënies. Financiarisht, dita kërkon kujdes dhe shmangje të riskut, por mund të marrësh një lajm pozitiv. Energjikisht, je i fortë dhe i vendosur. Sot universi të udhëzon të mos i shmangesh më ndjenjave që ke mbajtur brenda. Shigjetari. Dita sjell optimizëm, qartësi dhe dëshirë për lëvizje. Në punë, mund të marrësh një propozim ose mundësi që të çon drejt një faze më të gjerë. Në dashuri, dita favorizon afrimet dhe mund të lindë një bisedë e rëndësishme. Financiarisht, dita është pozitive dhe e favorshme për plane të matur. Energjikisht, je i lehtë dhe i hapur ndaj ndryshimeve. Sot ndihesh i mbështetur nga energji pozitive që të nxisin të ecësh përpara. Bricjapi. Dita sjell përgjegjësi, por edhe stabilitet. Në punë, mund të marrësh një detyrë që të jep më shumë autoritet. Në dashuri, dita sjell hapësirë për qartësi dhe mbështetje emocionale. Financiarisht, dita është e qëndrueshme dhe e favorshme për organizim. Energjikisht, je i qetë, por i fokusuar. Sot mund të vendosësh themele të forta për një projekt ose marrëdhënie. Ujori. Dita sjell vizion, ide të reja dhe qartësi. Në punë, mund të marrësh një sugjerim që ndryshon një projekt ose sjell një drejtim të ri. Në dashuri, dita sjell afrime emocionale dhe sinqeritet. Financiarisht, dita është e mirë për plane të zgjuara. Energjikisht, je kreativ dhe i hapur ndaj mundësive. Sot mund të shohësh përpara me optimizëm. Peshqit. Intuita e sotme të udhëheq me qartësi të jashtëzakonshme. Në punë, mund të marrësh një mesazh që të drejton drejt zgjedhjes së duhur. Në dashuri, dita sjell ndjeshmëri, afrim dhe sinqeritet. Financiarisht, dita është neutrale, por e favorshme për planifikim. Energjikisht, je i qetë dhe gati për të lëvizur drejt një faze më të butë. Sot mund të zgjidhet një çështje që të ka trazuar. Shkruaj në komente. 13 dhjetor, e marr këtë energji dhe shenjën tënde. Bëj like për të aktivizuar energjinë. Bëhu subscribe që të mos humbasësh mesazhet e ardhshme. Shpërndaje videon me ata që kanë nevojë për qartësi sot.